Një akuzë kanë marrë kontakt me avokatin dhe po pritet një oficiri i policisë gjyqësore që të flasin me ta. Problemi është që policia këta do t'i liroj me njëherë për shkak sepse janë parë videot dhe janë shoqëruar në mënyrë shproporcionale. Ata nuk kanë bërë asgjë. E vutre edhe ju dhe sot që policia sërish ka humbur toruan. Nuk është sjellje normale kjo policisë të shtetit, sepse protestuesit maksimumi që kanë bërë kanë hedhur vezë. Dhe sulmi i policisë me skafandra dhe me piperin djegës është jashtëligjor, nuk duhet ta bëjë këtë gjë dhe ishte një provokim i hapur ndaj protestuesve. Ajo që po duket është që ka një tentativë nga policia e shtetit për të provokuar protestën, e cila ka qenë paqësore. Dhe besoj që deri tani nuk ja kanë dalë dot, sepse pavarësisht provokimit të policisë së shtetit, sërish protestuesit kanë vazhduar protestën e tyre paqësore. Pra, në asnjë moment nuk gjen që protestuesit të kenë përdorur dhunë e cila të shkoj policia në atë masë që të marrë zvarr protestuesit. Zoti Kapri, në videon është shpërndar në një lokal brenda Toftanit, shikohen edhe oficer të gardës, konkretisht shoqëruesit e zotit Manja, të cilët ushtrojnë dhunë ndaj protestuesve. A është ligjore një situatë e tillë ndërkohë kur policia ka detyrë garantimin e sigurisë? Kjo është e tmeshme pra. Ka të mendosh që njerëzit e Ulësi Manjës, që i ka bodyguarda, punonjës të gardës, marrin zvarr qytetarët, këtu nuk kemi me të bëjmë me një shtet demokratik. Sepse shqiptarët e din kush është Ulësi Manja. Do të çojmë në altë të burr, e mbajmë në përgjimin. Një ish ministër drejtësie, deputet disa mandate, kryetari i komisionit të ligjeve, që përdor atë gjuhë rrugësh të parlament, dhe më ka përjashtuar dhe mua dhe kryetarin e partisë time nga parlamenti, është e rëndë. Prandaj thirrja jonë është kjo, policia e shtetit të ruaj toruan, të bëj detyrën. Protesta është paqësore dhe nuk mund të treqin zvarr protestuesit. E kanë bërë për disa të herë dhe sulmi me piper ndaj grave, ndaj nënave që kanë qenë protest, ishte e rëndë. Luciana Kokaj, burrnesha Rjollit, ndodhet në spital aktualisht duke marrë trajtim sepse ka marrë një sasi të jashtëzakonshme i piperit në fytyrë dhe në trup. Pra nuk mundet dot që policia të shkojë në këtë propocion. Është e padrejtë dhe është antiligjore. Ju e keni parë të gjithë që protesta është paqësore. Hedhja e vezëve është akt simbolik, nuk është akt dhune. Prandaj, policia të kthehet shinave të ligjit, të mos provokoj protestuesit, dhe Edi Rama të thrasi mendjes të japi dorëheqjen si zgjidhja e vetme politike për të shtensionuar situatën. Më thanë emrat e tretë. Kishim numra dhe një vite protest, cilë të vite? A rrethona. Da shivje. Kemi kriju grup Discordi për koordinim. Nëse do, të bëjmë moderator. Presim aty mrena. Jo moderator, më mund t'jem... Hesto, para police. Po, jo, se ke kamerën... Para police këtu. Ataj, para police. Kamerën të askej këtu, para police. Po se ke kamerën, ato të kamera. Këtu është kamera. Hajde, do me fora. Këtu me para. Ka kamera. Po nësë të nëruar. A e dini të thot po polici. Polici të thot popull. Po nëni popullin, bashkojnë me popullin. Se në dritë të topi, dhe futin popullin luftë civile. Ditë parë në protest, asnjë përvajsi, asnjë nuk pranojmë. Alo. Deputetin e Partisë Mundësia pak më herët Erald Kapri, i cili gjendej në komisariatin numër 4 ku janë vendosur të shoqëruarit, kërkoi lirimin e tyre, ndërkohë që shikojmë në krahun tjetër, pra tani në ekran shikojmë protestën përpara parlamentit. Osman Stafa vazhdon të jetë me mua në këtë lidhje të drejt për drejt. Osman, çfarë kanë vendosur protestuesit të bëjnë? Protestuesit vijojnë me qëndresën e tyre përpara parlamentit, vijojnë të qëndrojnë të ulur
pra në rrugë për të penguar punojësit e policisë që ti largojnë ata prej zënjës së rrugës, janë në gatishmëri punojësit e policisë, po ashtu edhe makina ujëhethëse e cila qëndron vetëm pak metra larg protestuesve, ndërkohë që shumica e makinave dhe deputetëve të Partisë Socialiste kanë dalë nga ana e pedonales, ku edhe atje janë pritur nga protestues, disa prej makinave, pra ndaj disa prej makinave janë hedhur vezë nga protestuesit, ndërkohë që sipas protestuesve në këtë vend ku ne ndodhemi nuk ka dalë përveç një makine e cila u godit me vezë, me ujë apo edhe nga protestuesit, asnjë makinë tjetër është vendi ku tentoi të dilte kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Niko Peleshi, por edhe ai nuk mundi u kthye mbrapsht duke marrë rrugën tjetër të cilën e kishte siguruar policia e shtetit nga ana e pedonales, pra në krah të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Vijojnë protestuesit të qëndrojnë edhe pse seanca parlamentare është mbyllur, ata vijojnë të qëndrojnë këtu, të ulur në rrugë, disa prej të tjerë pra duke qëndruar në anë edhe për shkak të temperaturave vërtet larta, por një pjesë tjetër vijojnë të qëndrojnë për 10 minuta në diell duke duruar vapën e madhe dhe duke shfaqur dhe duke treguar qëndresë dhe rezistencë përballë forcave të policisë. Po, kjo është situata. Ndërkohë nuk di nëse ke informacion a kanë dalë të gjithë deputetët apo ministrat nga Kuvendi i Shqipërisë kanë mundur të përdorin ndoshta një ndalje tjetër, jo këtë ku është krijuar bllokada. Nuk më dëgjon Osmani, ndoshta lidhe me kolegun Ergys Gjençaj, besoj ende ndodhet në oborrin e Kuvendit të Shqipërisë. Ergys, nuk e di nëse mundet ta dëgjosh pyetjen time, po tu drejtova me pyetjen nëse ke informacion a kanë dalë të gjithë nga Kuvendi i Shqipërisë apo ka ende deputet apo ministra të mbetur aty brenda për shkak të bllokadës që kanë krijuar protestuesit në daljen kryesore të Kuvendit, apo është përdorur një dalje tjetër alternative? Ola, përshëndetje, pjesa dërmuese e deputetëve, pothuajse të gjithë deputetët e magjorantës socialiste kanë dalë nga godina e parlamentit, kanë dalë nga hyrja anëtore, hyrja që ndodhet pranë Akademisë së Shkencave. Ka dalë pjesa dërmuese, pjesa dërmuese sipas informacioneve që kam, brenda godinës së parlamentit gjendet ende kreu i Kuvendit Niko Peleshi, kreu i grupit parlamentar Tauland Balla, i cili menjëherë pas pronësimit për mediat të raktu në oborrin e parlamentit u fut brenda godinës së Kuvendit të Shqipërisë. Para këtij momenti, para pronësimit të zotit Balla, ne patëm mundësi të shihnim live në 24 momentin kur makina e kreut të Kuvendit Niko Peleshi tentoi të dilte nga parlamenti dhe në momentin e kumbriti në traun, në fortën dalësne, u blokua nga protestuesit, madje shumë prej protestuesve hodhën dhe shishe ujë ndaj kundër makinës Niko Peleshit dhe makinës tjetër të punojësve të Gardës së Republikës së Shqipërisë që e shoqëronin atë. Menjëherë pas këtij momenti makina e krye parlamentarit Peleshi u kthye në parlament dhe ku vijon ende, sipas informacioneve që kemi, që Niko Peleshi dhe kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla të gjenden brenda ambientit
dokumenteve të Parlamentit të Shqipërisë, por pjesa më e madhe, të themi rreth 98%, pjesa më e madhe e pothuajse të gjithë deputetët e Partisë Socialiste janë larguar nga godina e Parlamentit të Shqipërisë, pikërisht nga dalja anësore, ajo që gjendet pranë Akademisë së Shkencave këtu në këtë zonë të Parlamentit. Situata, si që kemi parë, ka qenë intensionuar, ndërkohë që protestuesit vijojnë të qëndrojnë si të ulur, si në hyrjen kryesore të Parlamentit të Shqipërisë, por edhe në anën perëndimore të godinës së Parlamentit. Në një parlament i cili në këtë seancë parlamentare morën pjesë vetëm deputetët e majorancës socialiste, por ishte vetëm në fillim ishte edhe deputeti Lëvizjes Bashkë Redi Muçi, i cili pas një prononcimi, pas fjalës së tij në parlament, u largua dhe kësaj majoranca ishte vetme në diskutime të shkurtra për sa i përket të tre nismave ligjore, të cilat më pas u hodhën për votim dhe u votuan me votat e deputetëve të majorancës socialiste. Ka një tjetër tension, ndjes Ergus, ka një tjetër tension në hyrjet parlamentit mes policisë dhe protestuesve, atje ndodhet kolegu Osman Stafa. Osman, çfarë po ndodh? Atëre policia e shtetit nisi përsëri që ta shtyj protestuesit, të tentoj të hapë rrugën, teksa po ndesh në rezistencën e tyre, ka shtyrjet punojtësve të policisë, të cilët vazhdimisht janë duke pra shtyr protestuesit, por ka përsëri spraj lotësjellës në drejtim protestuesve. Janë përsëri spraj lotësjellës në drejtim të protestuesve, gjë e cila ka acaruar ata. Ndërkohë që ka sprajt lotësjellës në drejtim të protestuesve në mënyrë të vazhdueshme. Se u përdor këtë herë gazi lotësjellës ose spraj lotësjellës ndaj protestuesve? Realisht është e pa qëllim